Ministrit dhe ish kryetarit parlamentit, kryetarit partisë dytë më të madhe opozitare, Ilir Meta, për ndarjen nga jeta të babait të tij, një njeri i respektuar, një njeri i nderuar, një njeri i devotshëm, dhe duke shprehur ngushëllimet Zotit Meta dhe të gjithë familjes, dënoj me forcën më të madhe burgosjen e tij politike nga një njeri që ka në shpirt trashëgimin e babait të tij xhelat për kundërshtarin politik. Ilir Meta ka absolutisht gjithçka të montuar dhe politike, një fars e turpshme, një fars që mbahet gjallë nga një xhelat, ish xhelat i sigurimit shtetit dhe të tjerë, me falsitete, dokumenta falso dhe si një zbatim i porosisë së Edvin Kristaq Rams, njeriu krimet familjare të cilit e bëjnë atë më kriminal se sa etrit e tij. E thot Victor Hugo diku, çobani i bagtive tegra është më i egër se vetë ato. Bastardi i egërsirave është të xhelatëve të komunizmit është më i egër se vetë ata. Dëgjoni, ju duhet bëni investigim. Unë ftoj media të bëjnë investigim. Shikoj çfarë bëjnë. Dorëzojnë dokumenta të cilat faktojnë që kanë ngritur akuzën mbi falsitet dhe i mbajnë të nuk do t'u jipen LSI-s për 2 vite. Nuk mund t'i shohin, sepse nuk duhen t'u dalin akuzat false të turpshme që kanë lëshuar ndaj tij. Asnjë nga akuzat, edhe njerë ju them, asnjëra prej akuzave absolutisht ka zero substancë. E mban Edi Rama vetëm nga frika dhe tmerri, sepse si që shifni ju, ai është tani mbahet në çdo fjebari, është i aftë çdo akt, mbasi në fakt është një kufom e pakallur. Zoti Berisha, kjo ishte hera e parë që ju komunikuat me zotin Meta që pas arrestit të tij. Patët mundësi, pra që e takuat, patët mundësi të diskutonit edhe mbasi për çështje tjera për situatën politike apo nuk e di? Ndau ndonjë shqetësim ai? Biseda ime ishte hapur në një mjedis të hapur dhe natyrisht gjatë kësaj kohe biseduam për aktin e turpshëm se të mbash të burgosur politik vetëm nga frika dhe tmerri siç bën Edi Rama, është një akt për të cilin s'mund të them gjë tjetër veç se vazhdon me përpikmëri dhe besikëri rrugën e babait vet. Faleminderit.